Flasim vetëm pas pak edhe për atë pjesë, megjithatë qëndrojmë tek zonja Kusari Lila, e cila pashtu sot në një intervistë saj për Euronews Albania e quajti reagim emocional këtë të Abdi Xhikut pra një tjetër lloj kërkese tërthorazi për LDK-n që të pranojë ofertën e vetëvendosjes. Po, sepse është kjo lidhet ndoshta edhe me një farë tekstizimi politik, sepse çdo që tjetë dikur do të marrë faturë për këto, do thëja, për këto ngërçe ose vanesa politike. Ofertat nga njerë bëhen jo vetëm për t'i pranuar, ndoshta edhe për të mos i pranuar të tilla, sepse lidhet me qëndrimet që do të bëhen për ditët në vijim, nëse eventualisht vendet do të mund të shkonte në zgjedhje, ka synime strategjike që të themi të përdoren këto qëndrime momentale që kanë partitë politike dhe do të thëja më shkurt që janë të interesuar që të lënë një faktor për mos formim të institucioneve nëse eventualisht këtë të ndodhte. Prandaj duhet të shehojmë edhe themi edhe nga perspektiva tjetër. Ndoshta është një ofertë e cila është ditur që në fillim se nuk do të pranojë dhe me gjasë synimi real është që të me gjasë për përsërisë edhe një që të ketë një fajtor për atë se kush po pengon krimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Po apo synohet ashtu siç e ka quajtur AK-ja zvarritje për të shkuar në zgjedhje për shkak sepse këtë e ka thënë në fakt realisht zëdhënësi i kësaj partie zotri Muharrem Nitaj e kanë quajtur si zvarritje për të shkuar në zgjedhje për shkak të mungesës së numrave dhe rrjedhimisht në atë reagimin e gjatë të zotrit Abdi Xhiku nuk është se i hapi rrugë as bashkëpunimit me Partinë Demokratike. Jo, nuk konsideroj që është kësaj, sepse po që se Lidhja Demokratike e Kosovës do të pranonte një ofertë të tillë dhe do të mund të themi vendosnin për një marrëveshje të tillë bashkëpunimi në qeverinë e re të Republikës, atëherë nuk do të kishte zvarritje. Pra nuk është kjo çështje. Natyrisht kjo mund të përdoret për të thënë se Lidhja Demokratike e Kosovës po e pengon procesin. Deklaratë politike më shumë. Natyrisht, por në kuptimin se Lidhja Demokratike do të pranonte dhe do të negociante për postët ministrore dhe ndoshta edhe për postën e presidentit të ardhshëm të Republikës, në mënyrë automatike do të nënkuptonte që nuk do të kishim asnjë zvarritje madje as për çështjen e presidentit të ardhshëm të Republikës Kosovës. Po dhe ku është rruga tani për zotrin Kurti, LDK-njo, PDK-jo, asa AK-ja, isma e paqartë? Për PDK nuk e di ende, sepse do... Të paktën nga reagimet e tyre, ishte më i fundit ai nga zotri Urani Ismaili që tha se PDK insiston në këtë qeverisjen e bllokut opozitar dhe pret se çfarë po ndodh me vetëvendosjen. Natyrisht kjo është qëndrimi momental i tyre, por kjo nuk do të thotë që do të ndryshojë, por gjithsesi ende kemi pasur një ftesë konkrete nga lëvizja vetëvendosje, së paku jo publike, për të ftuar Partinë Demokratike të Kosovës për një negocim për të formuar qeverinë e re të Republikës. Kjo mund të vijë në vijim ndoshta, për të parë se si do të mund të arreshtohen partitë politike, por ndoshta edhe mund të mos vijë asnjëherë, nëse lëvizja vetëvendosje arrin të sigurojë numrat e nevojshëm për të formuar qeverinë e re. Dhe nëse kjo nuk do të ndodhë, atëherë praktikisht e shoh si taktizim edhe ftesën për Lidhjen Demokratike.